Të paktën 38 persona janë vrarë që nga agimi nga sulmet izraelite në ripin e Gazës, 25 prej të cilëve në qytetin e Gazës. Në këtë zonë ushtria izraelite ka nisur kohët e fundit një operacion të ri për pushtim me qëllim sipas tyre eliminimin e të gjithë terroristëve të Hamasit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në një postim në Truth Social ka bërë me dije se po zhvillojnë bisedime produktive për Gazën, në të cilat sipas tij janë përfshirë të gjitha vendet e rajonit të lindjes së mesme. Trump thekson se e rëndësishme është që ka vullnet për të arritur një marrëveshje. Është një nder të jesh pjesë e këtyre negociatave, duhet të kthejmë pengjet dhe të sigurojmë një paqe të qëndrueshme, ka shkruar mes të tjera është Trump. Sulmet izraelite po vrasin çdo ditë civil, ndërsa kriza humanitare është përkeqësuar. Shumë vende perëndimore mes të cilave Franca, Britania e Madhe, Kanadaja, Portugalia njoftuan njohjen e Palestinës si shtet, një veprim që Izraeli e cilësoi si një shpërblim ndaj Hamasit. Një ditë më parë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbajti një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, duke quajtur njohjen e Palestinës si një turp. Ai tha se ky vendim ishte një vetëbrasje kombëtare për Izraelin dhe një çmenduri që nuk do ta bëjnë. Por gjatë fjalës së tij, një pjesë e madhe e liderëve u largua nga salla në shenjë proteste për atë që po ndodh në enklavën palestineze.